Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka mirëpritur njohjen e Kosovës nga shteti i Kenias. Në një reagim në rrjetin social Facebook, Osmani ka theksuar se kjo njohje është dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme për të drejtën e popullit të Kosovës. Republika e Kosovës mirëpret vendimin e Republikës së Kenias për ta njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran nëpërmjet vendimit të nënshkruar nga presidenti Ruto të dërguar zyrtarisht në presidencë. Kjo njohje është një dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme për të drejtën e popullit të Kosovës për liri, pavarësi, sovranitet dhe integritet territorial. Njëkohësisht është edhe njohje e vuajtjeve të gjata e sakrificës shekullore të popullit të Kosovës për liri. Në emër të institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës shpreh falënderime të sinqerta ndaj presidentit të Kenias William Ruto për këtë vendim të drejtë dhe të rëndësishëm, si dhe ndaj institucioneve dhe qytetarëve kenian që mbështetën këtë hap të madh diplomatik. Një mirënjohje e veçantë shkon për të gjithë ata që kontribuan në këtë proces. Falënderim të veçantë për angazhimin e vazhdueshëm të ish-presidentit dhe ish-ministrit të punëve të jashtme të Kosovës Behçet Pacolli. Kosova vazhdon të ecë përpara në rrugën e saj të integrimit dhe fuqizimit të pozitës së saj ndërkombëtare. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Kenias do të thellohen në fusha të ndryshme. Ne i presim që shumë shpejt të vendosim marrëdhënie diplomatike duke ndërtuar një partneritet të fortë dhe afatgjatë mes dy shteteve dhe popujve tanë, shkruan Vjosa Osmani në rrjetin social Facebook.